T'ju them drejtën, të flasësh në Gjakovë është gjithmonë më shumë se sa një detyrim politik, është një lloj përgjegjësie morale, sepse Gjakova nuk është thjesht një qytet i zakonshëm, një ndërgjegje e gjallë e historisë të Kosovës. Është qytet i sakrificës së heshtur, i një qëndrese pa zhurmë, i një diniteti që nuk është dashur kur të shpallet, sepse në Gjakovë ky dinitet është jetuar secilën ditë. Është qytet që ka ditur duroj, të mbaj barë të lartë, të mos dorëzohet as atëherë kur dhimbja ka qenë më e madhe se sa fjala. Prandaj Gjakovë është nder i veçantë jemi sot këtu ne gjithë bashkëpunëtorët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjakova ka qenë gjithmonë në anën e drejtë historisë, në ditët e errëta të pushtimit, në vitet e rezistencës së Rrugovës, në kohën e luftës së ushtrisë qytetare të Kosovës dhe në përpjekjet për shtendërtim, ka qenë qytet i njerëzve punëtor, qytet i kulturës, qytet i dijes, qytet i tregtisë, qytet i familjeve që kanë ditur të mbajnë shtyllat e shoqërisë edhe kur shteti ka munguar për ta. Dhe pikërisht sepse Gjakova e di çmimin e mungesës së shtetit, ajo sot e ndjen më fort, shumë më fort se kushdo tjetër, nevojën për një shtet funksional, të fortë e të përgjegjshëm për qytetarët e vet. Dhe sot Kosova ndodhet në një nga momentet më të vështira politike që nga shpallja e pavarësisë. Dhe nuk e them këtë për ndjellur e për të friksuar e për ngjallur pasiguri, e them për të qenë shumë i sinqert me ju, sepse nuk mund të ketë shpresë pa një të vërtetë të shpallur. Nuk mund të ketë ringritje pa diagnozë të saktë të gjendjes në të cilën jemi sot si shoqëri. Problemet që po i përjetojmë janë të dyfishta. Janë probleme të një viti të plot të humbur në krizë të thellë institucionale dhe janë probleme të 4 viteve të tjera të humbura në keqeverizje, improvizim, një propagandë të jashtëzakonshme, por mbi gjitha një mungese të vizionit për shtetin tonë, për Republikën e Kosovës. Vetëm vitin e fundit, Kosova ka hyrë në një krizë të thellë institucionale. Për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, vendi ka mbetur pa funksionim normal të institucioneve kushtetuese. Parlamenti është i bllokuar, qeveria ka vepruar në kundërshtim me kushtetutën, gjykata kushtetuese është sfiduar e shkelur vazhdimisht, e vendimarrja politike në nivel vendit është paralizuar. Dialogu shoqëror, as që domosdoshëm për vendin tonë, është zëvendësuar me ultimatume. Bashkëpunimi është zëvendësuar me ndarje e me përçarje. Dhe e gjithë kjo ka ardhur si rezultat një mendësie që pushteti nuk e njeh kompromisin si filozofi, nuk e njeh dialogun dhe nuk e njeh shtetin mbi veten. Kjo mendësi bllokuese ka prodhuar vetëm ndarje të vazhdueshme. Ka ndarë shoqërinë tonë të vogël në ne e në ata, ka ndarë qytetar në të mirë dhe në armiq, e politikan në tradhtar e në patriot. Ka ndarë institucionet nga njëra tjetrën, ka ndarë Kosovën brenda vetës e Kosovën me aleatët e saj. Dhe t'ju them të drejtën, një shtet i ndarë natyrisht se s'mund të ecë përpara. Një shoqëri e polarizuar, skajshmërisht, nuk mund të zhvillohet. Një demokraci e bllokuar dhe pa institucione nuk mund të mbjetojë gjatë. Pasojat e krizës së tillë institucionale i ndjeni dhe jo secilën ditë. Vendimet që nuk merren janë dëme për qytetarët tonë. Ligjet që nuk zbatohen janë shembuj të këqij për qytetarët tonë. Projektet që nuk ecin, sikurse kjo rruga që erdha tani nga Klina për në Gjakovë, janë dëshmi e gjallë e mungesës së zhvillimit dhe vizionit zhvillimor në Kosovën, që vazhdon të jetë më e varfër në Evropë. Gjitha këto ndjellin pasiguri për familjet, pasiguri për qytetarët, pasiguri për bizneset, pasiguri të madhe për të rinjt që pyesin veten nëse ky është ende shteti i tyre. Por kjo krizë e vitit fundit nuk është e shkëputur dhe mos e ngatroni si shkëputur prej krizës keqeverise të 4 viteve që i paraprin asaj.
Përkundrazi, kriza e vitit të fundit është kulmi i një modeli qeverisje që për 4 vite ka pasur, besoni ose jo, mbi 12 miliard euro buxhet të shtetit në dispozicion dhe nuk ka arritur të lë as edhe një shejt vetme zhvillimore në gjithë Kosovën e as më pak edhe këtu në Gjakov. Nuk ka një projekt që mund të mbahet mend, nuk ka një reformë strukturore që ka përcen gjenerata, nuk ka as një transformim ekonomik, as një vizion zhvillimor. Pyetni vetën dhe pyetni me drejt çfarë u ndërtua me këto para për 4 vjet. Çfarë u ndryshua realisht në Gjakov dhe çfarë mbetet pas këtyre 4-5 viteve përveç propagandës, konflikteve e arsyetimeve pafunda. Mbi të gjitha, në gjithë këtë kohë, energjia, rryma elektrike u importua gati 1 miliard euro për 5 vite, arsimi i fëmijëve tonë po mbet i fundit në Evropë, shëndetësia vazhdoi të tërgoj pacientët jashtë vendit me kosto marramendse edhe sot, e infrastruktura stagnoi pas një rrugë të re. Drejtësia mbetet selektive dhe të rinjt më shumë se kurrë po largohen nga Kosova. Kjo nuk është një çështje politike, është çështje rezultatit për të gjithë dhe rezultati është i qartë 5 vite të humbura për Kosovën. Dhe Kosova natyrisht se ka shpresë, jo një shpresë naive, jo shpresë slogani e fjalëve të thata, por një shpresë reale të ndërtuar me plan, punë, përgjegjësi dhe mbi të gjitha një ekip dhe këtë ekip e ka padyshim lidhja demokratike e Kosovës. Dhe programi ynë është program i jetës për shtetin nga lindja, rritja, arsimi, puna, deri te dinjiteti plot në jetë. Prandaj ne kemi propozuar një ministri të mirëqenjes e familjes, sepse besojmë se shteti duhet jetë në krah të familjes e fëmijës, që nga dita e parë e lindjes së fëmijës. Çdo fëmijë i posalindur në Kosovë, nën qeverisjen tonë, do të mbështetet me 200 euro në muaj për një vit të plot. Jo si lëmosh, por si një investim kombëtar në pasurinë tonë më të madhe. Çiftet e reja do të mbështeten edhe për banesën e parë të tyre, sepse pa familje të forta nuk ka as Gjakov të fortë e nuk ka as shtet të fortë. Në arsim, ne parashojmë investime masive në edukimin e hershëm dhe në mësimin tërditor. Kemi parapar 1 miliard euro për qerdhe dhe shkolla, që asnjë nën të mos detyrohet të zgjedhë mes punës dhe familjes, që asnjë fëmijë të mos mbetet pas për shkak të varfërisë e mungesës së kushteve, që shkolla të bëhet hapësirë zhvillimi, jo një hapësirë mbajtjes së fëmijëve. Pra mësimi tërditor në Gjakov, aty ku i takon gjithmonë mësimit intelektualizmit e vatrës patriotike të kuqet Republikës Kosovës, do të jetë prioriteti ynë pra në mandatin e parë. Për këtë shefqet bëni gati qeveria qendrore së bashku me nivele lokal do të bëjë mësimin tërditor realitet. Atë që kemi bërë në Prishtinë, që po e proklamojnë gjithandej në Kosovë, çdo parti e çdo komunë, mësimi tërditor do të bëhet realitet edhe këtu në Gjakov. Fëmijë të mençur që ushqehen mirë, aktivitete fizike, sportive në mënyrë që ardhmja jonë të jetë e barabartë me vendet evropiane. Në shëndetësi do ndërtojmë qendrën e re klinike të Kosovës, investimi më i madh shëndetësor në historinë e Kosovës, që përfundimisht të ndërpresim vajtjen e largimin e njerëzve tonë për hall e shërim jashta Kosovës. Republika Kosovës në vitin 2026 duhet nis kapacitetet e reja shëndetësore që njerëzit tonë, ata në hall, të kenë përkujdesje shtetare moderne e evropiane. Gjysmë miliard euro në spitalin e ri të Kosovës, ky është dotimi ynë. Për të rinjtë e Kosovës, për pasurinë tonë të madhe që po na largohet, ne kemi programin e madh kombëtar Risi në nivel të Kosovës,
punësim i garantuar për secilin të posadiplomuar gjithandej Kosovës. Pagë 500 euro për 6 muajt e parë për secilin të ri e të re që diplomon në Republikën e Kosovës. Nuk ka kuptim që një i ri e një e re të diplomoj e më pas të sillet rrugëve pa punë e pa të ardhme. Dhe natyrisht, teksa kujdesemi për fëmijë, teksa kujdesemi për të rinj, duhet të kujdesemi edhe për ata që kujdesen për vetë shtetin. Kemi parë rritjen e pagave për të gjitha kategoritë, radhë të parë për ata që janë në arsim, dhe këtu me krenari sërish e them në Gjakov, se me qeverisin tonë, zotohem para jush këtu në Gjakov, para vendit, popullet e para Zotit, që paga e një mësuesit do t'jetë 1.000 euro në muaj. Ky është standard i ri i kontribimit shtetar për mësuesin e Kosovës. Paga e një infermieri do t'jetë 975 euro, gjësa polici, ushtari e zjarfiksi do të marrin nga 900 euro. Dhe në këtë pikë mu duhet të them se me qeverisin tonë do të përkujdesemi dhe për pensionistët tonë, ata që bën këtë shtet të zhvillohet e të ndërtohet atë që e kemi ne si trashëgimi sot. Prandaj zotohemi që brenda 3 viteve pensionet të rriten për 100%, përkatësisht në vitin e parë të bëhen 200 euro, në vitin e dytë 250 euro, në vitin e tretë 300 euro për secilin pensionist në Republikën e Kosovës. Nuk është shumë, por është aq sa ka Republika për ata që kanë bërë për këtë vend mjaft. Të dashur qytetarë Gjakovës, Kosova nuk ka nevojë shumë sot për zhurmë, ka nevojë më tepër për punë, nuk ka nevojë shumë për fjalë të mëdha, ka nevojë për peshë. Kosova ka nevojë për qetësi, ka nevojë për maturi, ka nevojë për një dorë të sigurt që kthen shtetin në binar dhe nxjerr shoqërinë nga lodhja e thellë që po përjeton sot. Ky vend i yni ka kaluar shumë, ka kalu luftë, dhimbje, sakrifica që nuk maten kurrë me fjalë. Prandaj sot askush nuk ka të drejtë ta lodh më tutje Kosovën tonë, as me eksperimente politike, as me izolime ndërkombëtare, as me fatësi ekonomike. Është koha që të përfaqësojmë një rrugë të re, rrugën e lidhjes demokratike të Kosovës, forcën që i ka dhënë shtetit gjithë potencialin e vet historik, forca e cila është e gatshme me një ekip të shkëlqyeshëm nga numri 1 deri në 110 ta bëjë Kosovën shtet të jetueshëm për qytetarët e vet. Sepse LDK është parti e shtetit, është parti e ligjit, është parti e institucioneve, është parti e popullit Kosovës, është joja, prandaj si të tillë Gjakov, jepni mbështetje LDK-s, jepni mbështetje kandidatëve tonë, jepni mbështetje numrit 1, 2, 3, LDK-s dhe të ardhmës që meritojnë të gjithë. Unë thonë të kam zgjedh, nuk kam fjalim, sepse fjalimin e kisha përgatit, mirë po duke arë rrugës më ndodhe diçka. Një burr me një moshë të shtyrë, i pjekur, më ndali edhe më tha, më falë, me të pyet diçka. Pse duhet mi votu LDK-n? E pyeta, a ke nevojë për shëndetësi mirë? Tha po, zgjedh LDK-n. A ke nevojë për arsim më të mirë? Tha po, zgjedh LDK-n. A ke nevojë për zhvillim ekonomik? Po, zgjedh LDK-n. Në fund, më bëjë dhe pyetje, e kush është ai që i prin këtij procesi? Me një fjalë, ai është i pari jonë, kryetari i LDK-s, kryeministri i jashtëm, Lomira Bigjiku.